Perry Munger, një nga mendjet më brillante të botës së investimeve, ka folur shpesh për një kurth mendor ku, le ta pranojmë, bien pothuajse të gjithë, paragjykimin e mospëlqimit. Kjo është ajo forca e padukshme që na shtyn të marrim vendime të këqije, shpesh pa e kuptuar, thjesht sepse dikush nuk na pëlqen. Sot do të zbulojmë saktësisht se si funksionon ky paragjykim dhe çka është më e rëndësishmja, si t'i shpëtojmë atij. E keni vënë re ndonjëherë këtë gjë? Sapo dikush na jep një ndjesi negative, truri yni menjëherë shndrohet në një lloj detektivi gabimesh, duke kërkuar çdo tëmet të mundshme. E po, pikërisht ky reagim instinktiv është thelbi i paragjykimit të mospëlqimit. Mirë, le të fillojmë nga fillimi. Le ta zbërthejmë pak çfarë është saktësisht ky paragjykim dhe si funksionon psikologjia pas tij. Kjo është ideja kryesore. Nëse pëlqimi na bën avokat për miqtë tanë, mospëlqimi na kthej në prokuror për ata që nuk i duam. Praktikisht vërbohemi ndaj çdo gjëje pozitive që ata bëjnë. Emocione si antipatia, inati apo edhe xhelozia thjesht e mbytin logjikën dhe ne përfundojmë duke gjykuar personin, jo faktet. Dhe i gjithë kjo ndodh pothuajse në mënyrë automatike, pa e kuptuar. Fillimisht, diçka e vogël na bezdis, mbase toni zërit të dikujt ose një fjalë. Menjëherë, truri ynë hyn në një lloj gjendje mbrojtëse, duke kërkuar prova për të justifikuar këtë ndjenjë negative. Dhe papritur, çdo gabim i vogël që ai person bën, bëhet prova që konfirmon se ne kishim të drejtë. Është një spirale e rrezikshme që ushqen vetveten. Po mirë, si duket kjo gjë në botën reale? Le të marrim një shembull konkret. Le të hyjmë në restoranti Piazza, një rast perfekt që tregon se si një ndjenje personale mund të helmojë një biznes të tërë. Imagjinoni pak situatën. Një menaxher thjesht nuk e duron dot një kamarier të ri. Pse? Sepse është i heshtur, nuk është tip shoqëror. Kaq, kjo antipati personale që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me aftësitë e tij, bëhet filtri përmes të cilit gjykohet çdo lëvizje e tij. Dhe pasojat ishin plotësisht të parashikueshme. Menaxheri filloi t'ia nxirrte në pa gabimet më të vogla para gjithë stafit. Kur ai jepte ide të mira, as që dëgjoheshin, injoroheshin totalisht. Edhe kur klientët e lavdëronin për shërbimin, menaxheri hidhte poshtë. Natyrisht, kamarieri i talentuar nuk duroi gjatë dhe u largua. E dini çfarë ndodhi? Cilësia e shërbimit ra ndjeshëm. E gjithë kjo humbje vetëm për shkak të një antipatie personale. Siç thot Munger, dhe kjo është thjesht gjeniale, kur e urren dikë, do e gjesh të gabuar edhe në frymëmarrje. Kjo e përmbledh në mënyrë perfekte. Kur antipatia merr kontrollin, çdo veprim, sado i pafajshëm, shikohet me dyshim dhe gjykohet ashpër. Por a duhet të jetë gjithmonë kështu? Absolutisht jo. Tani, le të zhvendosemi te një tjetër restorant, restoranti Terra, për të parë antidotin në veprim, pra një zgjidhje sistematike. Këtu kemi një skenar tjetër. Menaxheri ishte plotësisht i vetëdijshëm se kishte një konflikt personal me një nga kuzhinierët, por në vend që t'i dorëzohej kësaj ndjenje, ai bëri diçka shumë të zgjuar. U mbështet te sistemet, jo te simpatia, për të marrë vendime. Dhe diferenca ishte si nata me ditën. Në Terra nuk kishte asnjë rëndësi opinioni personal i menaxherit. Rëndësi kishin të dhënat, sa shpejt përgatiteshin pjatat, si ishin vlerësimet e klientëve. Propozimet diskutoheshin hapur nga të gjithë, duke vlerësuar iden, jo personin pas saj. E dini cila ishte pasoja? Drejtësi, transparencë dhe një ekip shumë efektiv. Konflikti personal u bë totalisht i parëndësishëm. Pra, ja ku i kemi dy rrugët. Nga njëra anë Piazza, ku vendimet bazoheshin te ndjenjat, çka çojnë në një kulturë toksike dhe humbje të talentit, dhe nga ana tjetër Terra, ku vendimet bazoheshin te të dhënat, duke ndërtuar drejtësi dhe sukses. Ky kontrast tregon qartë se zgjedhja mes ndjenjës dhe sistemit mund të përcaktojë fatin e një ekipi të tërë. Në rregull. Mjaft me teori dhe histori. Tani pyetja është, si mund ta luftojmë këtë paragjykim në jetën tonë të përditshme? Këtu kemi disa mjete praktike për ta bërë këtë. Dhe lajmi i mirë është se nuk jemi të pafuqishëm përballë këtij paragjykimi. Parimet e Charlie Munger na japin hapa shumë konkret për të marrë vendime më të drejta, pa lejuar që emocionet të na kontrollojnë gjykimin. Këto janë 4 strategji kyçe shumë të thjeshta por të fuqishme. E para, përdorni metrika, jo simpati, mateni performancën me të dhëna. Së dyti, kurrë mos merrni vendime kur jeni me nerva. Kurrë.
Prisni, një ditë, qetësohuni dhe pastaj vendosni. Së treti, gjithmonë kërkoni një mendim të dytë, sidomos kur bëhet fjalë për dikë që nuk e pëlqeni. Dhe e katërta, bëni një audit njerëzor. Her pas here, shikoni se kush po merr mundësi dhe kush jo, për të parë nëse jeni të njëanshëm pa e kuptuar. Dhe tani, në fund, një ushtrim i shkurtër por shumë i fuqishëm, i frymzuar nga vetmonger, për të testuar veten. Le ta quajmë vettestimi. Ky ushtrim është si një pasqyrë e vogël, por shumë e qartë për paragjykimet tona të fshehura. Nuk është i vështirë, por kërkon dëshmëri absolute me veten. Hapi i parë është i thjeshtë. Mendoni për njerëzit në ekipin tuaj. Identifikoni një person që vërtet ju pëlqen, dhe një tjetër që, sinqerisht, nuk e keni qejf. Nuk ka problem, thjesht jini të sinqert me veten. Dhe tani, vjen pyetja vendimtare. Mendoni për 3 vendimet e fundit që keni marrë për secilin prej këtyre 2 personave. A keni qenë vërtet objektive? A i keni falur gabima atij që ju pëlqen dhe a keni qenë më të ashpër me atë që nuk ju pëlqen? Përgjigja mund t'ju befasoj. Në fund të fundit, kjo është ajo që duhet të mbaj mend. Urrejtja apo edhe thjesht mospëlqimi nuk është vetëm një emocion, është një filtr që na arson realitetin. Të kuptosh që ky filtr ekziston është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për të filluar t'i shohim gjërat më qartë.